Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm më shplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Allahu i madhruar në ajetet 62 deri në ajetin 64 të surës Yunus thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Padyshim të dashurit e Allahut, pra ulijat e Allahut, nuk do të kenë arsye për të frikësuar e as për të dëshpëruar. Të tillë janë, pra ulijat të dashurit e Allahut janë ata që besojnë dhe i friksohen Allahut. Ata i pret lajmi i mirë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. S'ka ndryshim në fjalën e Allahut. Kjo është fitoria madhështore. Nuk është e lehtë të flasësh për të dashurit, për aulijat e Allahut, dhe t'i përshkruash ata, sepse e gjithë qenia e tyre është e mbështjellë me dashurinë e madhe për Allahun e madhëruar. Çdo mendim që mendojnë, çdo frymëmarrje që marrin, çdo hap që hedhin, çdo fjalë që thonë, aulijat, të dashurit e Allahut, e përmendin Allahun. Zemrat e tyre janë të lidhura fort me Krijuesin dhe ata janë të përulur, të bindur plotësisht ndaj Allahut fuqiplot. I tillë ishte vula e profetëve, i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I tillë ishte prisi i besimtarëve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Të tillë ishin edhe imamët prej familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. E të tjerë aulija, të dashur të Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ky muaj i bekat në të cilin ne jemi dhe po e përjetojmë, mbart një pjesë nga historia islame. Në këtë muaj ka ndodhur disa ndodhi historike, siç janë ndërrimi i jetë i nënës së besimtarëve, i bashkëshortës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, Hazreti Hatijes, paqja qoftë mbi të. Ndërrimi i jetë i xhaxhait dhe i mbrojtësit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, Abu Talib. Në këtë muaj ka ndodhur betejë e madhe e Bedrit. Në këtë muaj ka lindur nipi i parë i profetit Muhammed, Imam Hasani, paqja qoftë mbi të. Në këtë muaj është martirizuar prisi i besimtarëve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Në këtë muaj ka zbritur Kurani i shenjtë, që është udhërrëfyes për mbar njerëzimin. E të tjera ndodhi historike. Data 19 Ramazan përkon me datën ku është goditur Imam Aliu
paqja qoftë mbi të, në kokë. Dhe pikërisht për më 19 Ramazan të vitit 40 të Hijrit në xhaminë e Kufës, ku Imam Aliu a.s. doli pa shkoi në xhaminë e Kufës për të falur namazin e sabahut, dhe ai u godit me shpatë në kokë nga dora e të ligut Abdurrahman ibn Muljam. Pas kësaj goditje, Imam Aliu jetoi 2 ditë dhe më pas prandroi jetë pikërisht me 21 Ramazan. Imam Aliu jetoi si hero, e përqafoi Islamin si hero, sakrifikoi me heroizëm të papar dhe ra dëshmor si hero. Të flasësh për këtë personalitet të lartë, duhet kohë e gjatë, sepse Imam Aliu është ai që e rriti dhe edukoi vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, njeriu më i përkryer. Profeti Muhammed e ushqeu me moralet më të larta, me dije, me besim, me pastërti, me gjithçka. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka lënë shumë porosi madhështore, të cilat janë një shkollë në vete, shkollë edukimi shpirtëror. Ndërto porosi pra, është edhe porosia që ai u la 2 djemve të tij, Imam Hasani dhe Imam Huseni, paqja qoftë mbi ta, kur ishte në shtratin e vdekjes. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, e filloi porosinë e tij për 2 djemt e vet, me emrin e Allahut dhe me lavdrimin e madhështimin e tij, dhe thot: me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, i vetëm, i pashoq. Muhamedi është robi i tij dhe i dërguari i tij, të cilin Allahu e ka dërguar me udhëzim dhe me fenë e vërtet, për ta bërë atë mbi të gjitha fetë, edhe pse politeistët e urrejnë. Allahu e bekoft atë për profetin dhe familjen e tij. Vërtet, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve, i cili nuk ka shok. Me këtë jam urdhëruar, unë jam prej muslimanëve. Pra kjo ishte si fillim në hyrje pra të lënies së porosive për 2 djemt e tij. Më pas, Imam Aliu, ashtu pra në momentet e fundit, në shtrije në shtratin e vdekjes, filloi të lërë porosim për Imam Hasanin dhe Imam Huseinin. Është një porosi brillante. Të gjithë duhet të njihemi me këtë, të gjithë duhet ta lexojmë. Nëpërmjet kësaj porosie njihemi me prisin e besimtarëve me Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. Në këtë porosi, ndër të tjerave, Imam Aliu ka thënë: e para porosia për besim dhe devotshmëri. Dhe ka thënë: o Hasan, unë të porosis ty, të gjithë familjen time dhe ata të cilëve u mbërrin porosia ime, që jemi edhe ne sot, që na ka mbritur kjo porosi. Ju porosis që të jeni të devotshëm ndaj Allahut, Zotit tuaj. Mos ju friksoni askujt përveç Allahut, sepse ai u alargon të keqen dhe padrejtësinë. Jini të devotshëm ndaj Allahut dhe kiheni frikë atë, sepse ai është ndëshkues i ashpër. Mos vdisni ndryshe,
vetëm duke qenë musliman. Më poshtë Imam Aliu porosit për pajtim dhe bashkim. Dhe thot, kapuni të gjithë pas litarit të Allahut, fesë së ti të pasër islamë, pas Kuranit. Dhe mos u përçani, sepse unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, të thot, pajtimi mes njerëzve është më i mirë se namazi dhe agjerimi në përgjithësi. Përçarja mes njerëzve është shkatërruese për fenë dhe fuqia i takon vetëm Allahut të madhruar e të lartësuar. Pra tjetër porosi. E Imam Aliu porosi për pajtim dhe për bashkim. Imam Aliu porosit për mbajtjen e lidhjeve familjare dhe thot, kini vëmendje ndaj të afërmëve tuaj dhe mbajini lidhjet me ta, sepse Allahu do t'u lehtësoj llogarinë. O birim, mbajini lidhjet, plotësoni nevojat e njëri tjetrit dhe mos u përçani. Mirë ju nga shkëputja e lidhjeve, mirë ju nga përçarja. Porosia për jetimët, që ishte një pikë e dobët për Imam Aliun a.s. Sa i fuqishëm, sa i guximshëm që ishte, por pika e lotit të jetimit, atë e bënte pra që të dobësohej. Dhe në këtë porosi, Imam Aliu thot, për Allah, për Allah, për Allah. Kujdesuni sa më shumë për jetimët dhe mos lejoni që në pranin tuaj të drejtat e tyre të humbasin. Unë kam dëgjuar të dërguarin Allahu të thot, kush mbështet një jetim derisa të mos ketë nevojë për njerëzit, Allahu i ka garantuar atij xhenetin, ashtu siç e ka garantuar zjarrin për atë që ha pasurinë e jetimit. Porosia pra tjetër e Imam Aliut është porosia për Kuranin, për fjalën e Allahut, ku thot, për Allah, për Allah, për Allah, kujdesuni për Kuranin, asgjë të mos jetë më parësore se sa zbatimi i tij, se zbatimi i Kuranit. Nëse ne do ta zbatojmë Kuranin në jetën tonë, do të jemi më të lumturit, më të ndriturit, më të udhëzuarit, më të pasurit në këtë botë. Dhe do të jemi për atyre, inshallah që fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe për banorëve të xhennetit në botën tjetër. Porosia për fqinjët. Për Allah, për Allah, për Allah, thot Imam Aliu. Kujdesuni për fqinjët tuaj, sepse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa ali ka porositur për ata. Ai ka porositur aq shumë për fqinjët, sa që menduam se ata do ta trashëgonin atë. Porosia e Imam Aliut për shtëpinë e Allahut, për Ka'ben. Dhe ka thonë, për Allah, për Allah, për Allah, kujdesuni për shtëpinë e Zotit tuaj, për Ka'ben. Në asnjë kohë të mos lihet e zbrazët sa të jeni gjallë, sepse nëse hiqet dorë nga ajo shtëpi, nga Ka'bja, nga të shkuarit e Ka'bes, do të zbrez dënimi i Allahut pa ju dhënë afat, apo pa e vonuar atë. Dhurata më e vogël e atij që e viziton atë shtëpi, pra Ka'ben,
është falja e të gjitha gjunaheve të kaluara. Porosia e Imam Aliut për namazin. Ai ka thënë, për Allah, për Allah, për Allah, kujdesuni për namazin, sepse ajo është puna më e mirë dhe vërtet është shtylla e fesë tuaj. Dhe nëse bie shtylla, bie gjithë ndërtesa. Namazi pra shtylla e fesë. Nëse pranohet namazi, janë të pranuara të gjitha punët. Nëse nuk pranohet namazi, nuk janë të pranuar as edhe një punë tjetër. Kjo është një porosi tjetër e Imam Aliut, paqja qoftë. Porosia e Imam Aliut për zekatin, që shumë njerëz pra sot nuk e zbatojnë dhënien e zekatit, fatkeqësi e madhe. Imam Aliu ka thënë për Allah, për Allah, për Allah, thot, kujdesuni për zekatin, sepse ai shuan zemrimin e Zotit tuaj. Pra, kur jepet zekati, shuhet zemrimi i Zotit. Porosia për muajin e Ramazanit dhe agjërimin në të cilin e jemi sot. Për Allah, për Allah, për Allah, kujdesuni për muajin e Ramazanit, sepse agjërimi i tij është mburoj prej zjarrit. Fatkeqësisht, ka prej atyre që thotë unë e dua Aliun, por nuk agjëron. Kjo nuk është dashuri për Imam Aliun a.s. Sepse Imam Aliu a.s. porosit që ta agjërojmë në muajin e Ramazanit. Porosia e Imam Aliut për të varfrit. Ai ka thënë për Allah, për Allah, për Allah. Kujdesuni për të varfrit dhe të mirët. Bëjini ata pjesë të jetës tuaj, ashtu si që i bënte Imam Aliu a.s. Pas një dallim, si tregon dhe historia, një ditë ai pa një të moshuar të ulur në buzë të rrugës, me rroba të shqyera, dukej pra që varfëria, mjerimi e kishte mbuluar dhe i pyeti shokët e tij që ishin me të, kush është ai? Ata i thanë, ai është një krishter i cili ka marrë pjesë edhe në luftra, por e ka mbuluar për varfëria. Imami i tha, ju tha e përdorët dhe e keni lënë atë gjendje? Merreni, tha, pastrojeni, ushqejeni, visheni, tha. Pra ky ishte pra Imam Aliu a.s. Porosia e Imam Aliut për xhihadin në rrugën e Allahut, sakrificën. Për Allah, për Allah, për Allah, thot, kujdesuni për sakrificën, xhihadin, me pasuritë tuaja, me vetet tuaja dhe me gjuhët tuaja, sepse dy njerëz thot bëjnë xhihad, imami i drejtë dhe i bindur, imami i drejtë dhe i binduri që ka një shembull në udhëzimin e tij. Porosia për gjenezën, pasardhësit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Për Allah, për Allah, për Allah, thot. Kujdesuni për gjenezën e profetit tuaj, pra ehli bejtin e profetit. Të mos u bëhet pa drejtësi atyre në praninë tuaj. Ju keni mundësi pra t'i mbroni ata. Por fatkeqësisht për padrejtësitë që ranë mbi ehli bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi pas ndrimit janë të shumta. Porosia për shokët e profetit.
Imam Aliu pra I tha djalit të tij, për Allah, kujdesuni për shokët e profetit tuaj, të cilët nuk kanë sjell asnjë risi dhe as nuk shpifin, sepse I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wa ali ka porositur për ata. Porosia për gratë. Imam Aliu ka thënë për Allah, pa ka një betim të thënë. Kujdesuni për gratë dhe për ato që keni në sundim, shërbyesit apo punojësit, sepse profeti sallallahu alaihi wa ali ka thënë, u lë porosi dy grupe të pafuqishme, gratë dhe ata që keni në sundim të. Porosia për të qëndruar larg padrejtësisë dhe shtypjes. Imam Aliu, paqja qoftë të, u tha pra djemët të tij, jini kundërshtues të zullumqarëve dhe përkrahës të shtypurve. Porosi për urdhrin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Imam Aliu I tha, mos e lini pa zbatuar urdhrimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, sepse nëse nuk e bëni, atëherë Allahu do t'i vendos çështjet tuaj në duart e këqive, e ju pastaj do të luteni kundër tyre dhe nuk do të gjeni përgjigje. Sepse ju jeni për shkaktarëve që ata morën në dorë çështjet tuaja, duke mos zbatuar urdhrimin e të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja. Porosia për fjalë të mira. U thoni njerëzve fjalë të mira ashtu siç u ka urdhëruar Zoti juaj I madhëruar. Pa gjithmonë të flasim fjalët e mira, fjalët e bukura, fjalët e ëmbla, fjalët tërheqëse, të heqim dorë nga fjalët e këqija, e fjalët e ndyta, neveritse, dhe porosia e fundit, porosia për bashkëpunim. Imam Aliu, paqja qoftë të, ka thënë bashkëpunoni me mirësi dhe devotshmëri dhe mos bashkëpunoni me urrëtie e armiqësi. Në fund të porosisë, Imam Aliu, paqja qoftë të, tha, Allahu e mbroft ehlibejtin tim, Allahu I ruaj gjurmët e profetit përmes jush, unë ju lë amanet tek Allahu. Dhe pas farkohë, Imam Aliu a.s. ndroi jetë, ja dorëzoi shpirtin krijuesit të tij. Sa shumë kemi nevojë për këto porosi, për këto këshilla, sidomos në këtë kohë, në të cilën njerëzit janë të zhytur në botën e materializmit dhe e kanë harruar botën shpirtërore, dhe si pasojë po shohim vrasjet, gjakderdhjet, shtypjet, të këqija, ndyrësitë, degenerimin, degradimin që kanë pushtuar mbarë shoqërinë njerëzore. Këto porosi që përmendëm të Imam Aliut, paqja qoftë të, në shtratin e vdekjes së tij, tregojnë shpirtin e drejtësisë dhe të mëshirës së Imam Aliut, I cili gjithmonë ai predikoi dashuri, devotshmëri dhe sakrificë për hir të së mirës. Kur ta përkujtojmë Imam Aliun, paqja qoftë të, duhet të thellohemi. Vallë, a bëjmë ne ashtu siç bënte Imam Aliu?
A jemi të devotshëm ashtu siç ishte Imam Aliu? A i friksohemi Allahut ashtu siç i friksohej Imam Aliu? A e luftojmë pa drejtësinë ashtu siç e luftonte Imam Aliu? A i kundërshtojmë të padrejtët ashtu siç bënte Imam Aliu? A i përkrahin të dobtit dhe të shtypurit ashtu siç bënte Imam Aliu? A jemi adhurues dhe falenderues ashtu siç ishte Imam Aliu? A jemi në rrugën e Imam Aliut? Imam Aliu a.s. nuk ka nevojë për dashurinë tonë. Ai ka nevojë që ne ta ndjekim dhe të veprojmë ashtu siç ai vepronte. Nuk mjafton të themi që unë e dua Imam Aliun. Dhe ndërkohë vepron çdo gjë që është në kundërshtim me thënjet, me veprat e Imam Aliut, paqja qoftë. Imam Aliu përfaqësonte pra pastërtinë, guximin, trimërinë, devotshmërinë, drejtësinë, për të cilin edhe autori i krishterë George Jordan, libanez, shkroi dhe librin madhështor Imam Aliu, zëri i drejtësisë njerëzore. Allahu na bëft për atyre që i njohin të dashurit të Allahut dhe e zbatojnë porositë dhe këshillat e tij. Allahu na forcot në rrugën e të dashurit të tij në këtë jetë dhe na bashkohet me ata në jetën tjetër inshallah. Allahu na i pranoft agjërimin, lutjet, adhurimet, veprat në këtë muaj të begat. Allahu ju ruaj dhe ju bekoft ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.